Në këtë edicion do të ndiqni. Në pikë të ditës e në mes të rrugës, disa persona përfshihen në rrahje. Muaj i roz rrit interesimin e grave për të bërë mamografin. Katër premiera të reja do të shfaqen në kino Hyrjehana sonte dhe gjatë vikendit. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Në pikë të ditës së të pashqetësuar nga prezenca e shumë kalimtarëve, disa persona janë përfshirë në një rrahje sot në rrugën e njohur si Tranziti i Gjakovës. Ngjarja e ngjashme ndodhi edhe para vetëm pak ditëve në Gjakov. Ditë më parë kemi raportuar për një rrahje mes disa personave të mitur, ku përpasoj ishin shkaktuar lëndime trupore. Ngjarja e ngjashme ka ndodhur edhe sot. Disa persona që sipas pamjeve të siguruar nga televizioni janë të moshës së re, janë parë duke ushtruar dhunë fizike në pikë të ditës e mes kalimtarëve të shumt. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 12 në rrugën e njohur si Tranziti në Gjakov. Lidhur me rastin nga stacioni policor në Gjakov, zëdhënësja për informim dhe marrëdhënie me publikun Vlera Krasniqi për televizionin Syri ka thënë: Sot gjatë ditës është raportuar për një përleshje fizike në rrugën Adem Jashari. Njësitë e nevojshme policore kanë reaguar menjëherë ndaj rastit, mirëpo në momentin e arritjes në vendin e ngjarjes, palët e përfshira nuk ishin të pranishme. Aktualisht rasti është në fazë fillestare të hetimeve. Policia po vazhdon me veprimet hetimore me qëllim të sqarimit të plotë të rrethanave të ngjarjes si dhe identifikimin e personave të përfshirë në rast. Gjatë gjithë muajit tetor në qendrën e mamografisë në Gjakov, numri i grave të interesuara për të realizuar procesin e mamografisë ka qenë dukshëm në rritje, ndërkohë edhe rezultatet e mamografive janë duke u kontrolluar me kohë nga doktoresha radiologe Afërdita Gjini Koshi, e angazhuar në këtë qendër. Gjatë gjithë muajit tetor në qendrën e mamografisë në Gjakov është vërejtur një rritje dukshme interesimit nga ana e grave për të kryer mamografin. Vetëm nga fillimi i muajit tetor deri më sot në këtë qendër janë realizuar gjithsej 127 prej tyre. Sipas përgjegjësve të qendrës, të gjitha rezultatet po kontrollohen me kohë nga doktoresha radiologe Afërdita Gjini Koshi, e cila është angazhuar në këtë shërbim. Fluksi më i madh i grave që i nënshtrohen këtij procesi zakonisht regjistrohet gjatë muajit tetor, që njihet edhe si muaji i vetëdijësimit për kancerin e gjirit. Por sipas statistikave të qendrës, ky interesim vazhdon të jetë i lartë deri në fund të muajit janar dhe në fillim të shkurtit, ndërsa sipas stafit shëndetësor kjo tregon një ndërgjegjësim gjithnjë e më të madh të grave për rëndësinë e zbulimit të hershëm të sëmundjeve të gjirit dhe për kujdesjes ndaj shëndetit të tyre. Disa kafshë të ngordhura para disa ditësh në rajonin e Re Kosokeqe janë bërë një shqetësim i madh për fermerët e kësaj zone. Analizat laboratorike tregojnë se ngordhja ka ndodhur kryesisht nga infeksione të lidhura me barin e kullosës, ndërsa pjesa tjetër nga sëmundja e njohur si kamzeza. Një shqetësim i madh i ka përfshirë fermerët të rajonit të Re Kosokeqe pas përhapjes së një infeksioni që para disa ditësh kishte shkaktuar ngordhjen e 10 krerëve të lopëve. Në bazë të analizave të dërguara në Institutin e AUV-it, rezultatet kanë treguar se rreth 70% e rasteve janë shkaktuar nga infeksione të lidhura me barin e kullosës, ndërsa pjesa tjetër nga sëmundja e njohur si kamzeza. Shqetësimi jonë është shumë i lartë derisa kam shue analizat në Institut të AUV-it, kontrollimit të shërbimeve të veterinarisë Kosovës, ka qenë jashtëzakonisht se nuk e kem ditë nga ka ardhur smunja, infeksioni, a ka natyror, a ka qenë smunja ngjitse. Po në bazë të rezultateve të analizave na ka dalë, po flas për veti, për 70% infeksion nga bari, kullosa, edhe një pjesë tjetër nga kamzeza. Po tash ne kamzeza ka pak raste, po në regionin e Re Kosokeqe, po lidhen peqa fushët e deri një në bazë zona përmes veterinarëve janë dikon 100 kriminalop se kanë ngordhur. Prej që ty në 2 infeksione, nga kullosa dhe prej kamzeza.
Fermerët shprehen të dëshpëruar për dëmët të mëdha që u janë shkaktuar pasi një lopë dopt arrin vlerën deri në 2.800 euro. Disa prej tyre kanë humbur edhe deri në 10 krerë. Për fermerët është jashtëzakonisht se do të thonë një kren lupë ma dopta kushton afër 2.800 euro. Do të thonë ka fermerë që kanë ngurë deri në 10 cupa lupë. Është shumë bazë e rëndë për neve. Edhe se është se ne këtë më varëm, shka kemë varëm vetëm nga bujësia dhe blegtoria. Do me thonë, kena jena dëmtune shumë, për nga shkaqet e frikës, se shka kanë ndodhë, sanë, nuk kanë janë tut me i paraqit në bazë të statistikave dhe në bazë të vërtenarisë. Ja, kanë ngorë dhe le, a unë s'kom pas frikë, kom kërku nga institucionet shtetërore, ku më kanë thënë në analizat, për nga infekcioni i barit, edhe ta shumë i kënoqën s'kam frikë ma, normal ta shka vjen për zotit. Ndërkohë fermerët theksojnë se nuk kanë marrë ndihmë financiare nga shteti për dëmën që ju ka ndodhur. Kjo nuk paguhet nga shteti, e se në një mujnë shto, po zarë se në një mund shteti se kanë kordu. Se alajnë ka tutën lekturët, jo 5 muje, jo me s'ka në qitësin nga njerëzimi, po jam e bindur se 99% aja s'mujë s'ka ndodhur. Fermerët e kësaj zone mbetën me shpresën që institucionet përgjegjëse të ndërmarrin masa për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të infeksionit dhe për t'i kompensuar dëmët e shkaktuara. Në bursat ndërkombëtare, çmimi i derivatave ka pësuar rënje të lehtë pas luhatjeve të fundit, por në Kosovë ende nafta po shitet me të njëjta çmime. Në një përgjigje me shkrim, kryetari i shoqatës së naftetarëve të Kosovës, Fadil Berjani, ka treguar se në bursat ndërkombëtare është regjistruar një rënje e lehtë të çmimeve, por një ndryshim i tillë nuk pritet të reflektohet në tregun kosovar. Edhe pse në tregjet ndërkombëtare është shënuar një rritje e lehtë të çmimeve të derivateve, në Kosovë çmimet e tyre kanë mbetur të njëjta. Aktualisht në vend çmimi i naftës është nga 1.21 deri në 1.24 euro për litër, ndërsa benzina nga 1.21 deri në 1.23 euro për litër. Kryetari i shoqatës së naftetarëve të Kosovës, Fadil Berjani, thotë se ndryshimet e vogla në bursat ndërkombëtare nuk janë reflektuar në tregun vendas. Sipas tij, Kosova aktualisht ka çmimet më të ulta të derivateve në rajon. Rritja e lehtë e çmimit po lidhet me pasigurinë gjeopolitike në lindjen e mesme, me tensionet në rajonin e Hormuzit dhe me reduktimin e përkohshëm të prodhimit nga OPEC+, që synon të mbajë tregun të qëndrueshëm. Megjithatë, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë ka paralajmëruar se furnizimi global aktualisht është më i lartë se kërkesa, gjë që mund të pengojë çdo rritje të madhe të çmimeve në afat të shkurtë. Muaji tetor njihet edhe si muaji i ndërgjegjësimit për rritje e solidaritet mes njerëzve. Në kryqën e Kuç në Gjakov, vazhdimisht janë mbajtur takime aktivitete për rritjen e numrit të anëtarëve, me qëllim që të ketë sa më shumë fonde për të ndihmuar familjet në nevojë. Muaji i solidaritetit në degën e kryqit të Kuç në Gjakov po vazhdon, nga aty tha se përgjatë kësaj periudhe ka pasur ndihma të ndryshme. Gjatë këtij muaji, domethënë muaji tetor, muaji i solidaritetit, në kryqin e Kuç kemi marrë ndihma prej qytetarëve edhe prej OJC Dignity. OJC Dignity kanë ndihmu 19 familje me pako ushqimore, qytetarët me nga një pako, 2-3 pako, part sa kanë pas mundësi, po ndihmat më të mëdha, po flas në gjana ushqimore, i kemi prej shkollave. Disa shkolla vetëm i kanë sjell. Sekretarja kryqit të Kuç në Gjakov, Flanza Bakia Lama, thotë se megjithëse ndihmat ushqimore nuk kanë qenë në nivelin e pritjeve, organizata është shumë e kënaqur me rritjen e numrit të anëtarëve. Muaji i solidaritetit vazhdon deri në muajin dhjetor, kështu që në nëntor është vlera e donacioneve është shumë e madhe se në muajin tetor. Domethënë muaji i solidaritetit fillon me 1 tetor e vazhdon deri me 31 dhjetor. Por
na folëm për gjana ushqimore, ndihmat në gjana ushqimore. Veshëmbathje kemi të mjaftueshme të ju falenderu qytetarëve, por shumë të kënaqur jemi me antarësimin e qytetarëve në Kryqin e Kuq. Domethënë momentalisht e kemi të i kalu numrin e antarëve në krahasim me vitin e kaluar. Kryqi i Kuq në Gjakov apelon që qytetarët të vazhdojnë të tregojnë solidaritet dhe gjatë muajve të ardhshëm në mënyrë që sa më shumë familje me kushte të vështira të përfitojnë ndihmë. Ndjenja të qenurit solidar po merr forme dhe Tetoveçlit si një mision i suksesshëm që po zhvillohet në bashkëpunim me nxënësit e mësuesit të shkollës Fehmi Agani në Gjakov. Ata janë duke mbledhur disa paka ushqimore të holla që javën e ardhshme t'i dorëzojnë në hapësirat e Kryqit të Kuq në Gjakov. Në kuadër të muajit të solidaritetit në Gjakov ka pasur nisma të ndryshme për t'i ardhur në ndihmë personave në nevojë. Nismë të tillë ka ndërmarrë edhe mësimdhënësit e shkollës Fehmi Agani. Sipas tyre, qëllimi ka qenë që fëmijët që në moshën të hershme të mësojnë rreth rëndësisë së solidaritetit dhe ndihmës që duhet t'i bëjnë personave në nevojë. Mësuesja Gentiana Jaka tha se synimi i këtij aktiviteti ishte që fëmijët të mësojnë vlerën e solidaritetit dhe humanizmi, janë vlera për secilin njeri. Ne si shkollë kemi vendosur shumica prej mësuesave që në bashkëpunim me prindërit, të cilët kanë qenë shumë të gatshëm të bashkëpunojnë me ne, kemi vendosur që fëmijët të sjellin disa ushqime në mënyrë që të mësojnë se solidariteti dhe humanizmi janë vlera shumë të mira për secilin prej nesh, në mënyrë që të kemi një formim sa më të mirë për fëmijët e kësaj moshe. Këtë mësim tashmë e kanë marrë e për këto po ndjejnë shumë të lumtur vetë nxënësit që kontribuan me çkado që patën mundësi. Unë kom qel spageta për familjen që ka nevojë. Unë kam qel orez dhe shumë mirë me ndihmu atë familjeve që ka nevojë. Unë kom qel makarona dhe kam dëshirë të ndihmoj tjerët. Përveç me pak ushqimore, fëmijët patën mundësi të ndihmojnë edhe përmes pagesës për antarësim në Kryqin e Kuq. Unë mendoj që duhet me ndihmu të tjerët për me ndihet të barabartë dhe të ndihen shumë mirë se duhet t'i ndihmojmë edhe ata. Këtë muaj duhet me ndihmu çdo familje. Kam pas dëshirë për me ndihmu të tjerët për me ndihet ata të barabartë si na. Nga aty, ndër të tjera u tha se është ndjenje e mirë që tek fëmijët ushqehen ndjenjat e solidaritetit e përkrahjes për të gjithë njerëzit pa dallim. Edhe pse i shtyrë në mosh, Sabahudin Vehapi punën vullnetare bën me shumë pasion. Donë se ka kaluar të 70-at në baza vullnetare, çdo muaj shpërndan me bicikletën e tij revistën Gjakova e Re, të realizuar nga shoqata e intelektualëve Jakova. Ai thotë se këto angazhime bën me shumë për kushtim. Sabahudin Vehapi, 75 vjeçar nga Gjakova, ndihet ende i fortë për punën dhe angazhimin vullnetar në pleqëri. Vehapi çdo muaj bën shpërndarjen e revistës Gjakova e Re, të realizuar nga shoqata e intelektualëve Jakova. Këtë punë e bën në baza vullnetare duke treguar një shembull vullnetarizmi në komunitet. Unë si vullnetar jam edhe jam aktivist i përhershëm në shoqatën e intelektualëve Jakova. Edhe kom marrë që thonë me shumë vullnet që me shkjep edhe me ju dhonë dituri se aty dihet kush janë, ka profesora, ka akademik, ka domethënë truni i Gjakovës, nështë edhe i Kosovës është të shoqata intelektualëve Jakova. E bëj shpërndarjen, i kam njerëz që i marrin vazhdimisht, disa i marrin njën pak më të ri, kretë që kjo qëllimi kryesor është me ju tregu edhe rinis edhe brezat që të vijin, se çfarë kanë dhonë, domethënë kontribut ka ona e arsimit dhe shëndetësisë, besa ekonomisë, këto janë tonët janë një vend. Mes tjerash, Vehapi tha se këtë punë e bën më shumë knatësi duke mbajtur në formë edhe shëndetin dhe disponimin krahasuar me moshën që ka.
Unë ja bëj me kënaqësi se ko marrë vullnetarisht, se dihet që ata nuk kanë buxhet për me u dhënë pagat. Unë ja ko marrë me shumë kënaqësi, vetëm e qenë aktiv, me të pasiv, i kisha sugjeruar dhe tjerëve që të mirën, sidomos mosha e tretë. Duhet më marrë me diçka për më rujtë shëndetin me pas disponimin më të madh. Me përkushtimin e tij të palodhur dhe dashurinë për komunitetin, Sabahudin Vehapi dëshmon se mosha nuk është një pengesë për të qenë aktiv dhe për të dhënë kontribut në shoqëri, ndërsa shembulli i tij frymëzon brezat e rinj që të mos ndalen së punuari për një të ardhme më të mirë. Nga sot e deri të dielën në kinema Hyrje Hana do të shfaqen 4 premiera të kinematografisë botërore. Menaxhere Donjeta Bobi thotë se vazhdimisht përpiqemi të zgjedhim premiera që aktualisht janë pjesë e kinematografisë botërore. 4 premiera të reja janë planifikuar të shfaqen sonte dhe në vikend në ekranin e madh në kino Hyrje Hana në Gjakov. Të 4 premiera të zgjedhura janë një mundësi e mirë për publikun i cili do të ketë mundësinë të shijojë produksione të nivelit të lartë duke sjellë histori të ndryshme dhe perspektiva të reja. Donjeta Bobi, menaxhere, thotë se premierat e këtyre 3 ditëve janë zgjedhur me shumë përkushtim me zhanre që rëndom janë edhe dëshire mysafirëve tanë të vazhdueshëm. Gjatë kësaj fundjavë në kino Hyrje Hana i kena 4 premiera me zhanër të ndryshme. 2 premiera i kemi sot si premierë e premte me 24 tetor. Premiera e parë është Gapis Dollhouse Movie, një film për fëmijë në orën 18, kurse premiera tjetër që do të shfaqet sot në orën 20 është filmi Kiss of the Spider Woman me yllin botëror Jennifer Lopez. Po ashtu i kemi edhe 2 premiera tjera nesër me 25 tetor e shtunë. Në ora 16 kemi filmin Springsteen, Deliver Me From Nowhere, një biografi muzikore, po ashtu edhe në premierën në fundit, po jo më pak të rëndësishme, e kemi në ora 20 të shtunën 25 tetor, Regretting You. Një film dram romans që duhet patjetër marrë me shiku 4 premiera të ndryshme, shumë të mira. E kur është fjala të interesimi, menaxhere Bobi tha se falë zgjedhjeve të mira dhe bashkëpunimit me filmdashësit, besueshmëria zgjedhjeve tona nga dita në ditë është në rritje, duke rritur edhe interesimin e qytetarëve për të bërë pjesë e filmave që shfaqen. Gjatë kësaj sezone vjeshtore, interesimi është shumë i kënaqshëm në kino Hyrje Hana, tash edhe shkollat do dalin pushim dhe është interesimi shumë i madh edhe me organizimet të ditëlindjeve ose të fëmijëve të shkollave të ndryshme. Kinema Hyrje Hana është një dritare e hapur për të gjitha dhuruesit e filmave, e cila ofron një përzgjedhje të pasur filmash nga aksionet që të mbajnë në buzë të ulsës e deri te dramat që të lënë pa frymë. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndahemi, të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Në pikë të ditës ose në mes të rrugës, disa persona përfshihen në rrahje. Muaji i roz rrit interesimin e grave për të bërë mamografin. Katër premiera të reja do të shfaqen në kino Hyrje Hana sonte dhe gjatë vikendit. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe në rrjetet tona sociale. Miropafshim.